2023, unë në qershor 2023 s'ka marrë këtë pozitë dhe nuk më mbaj përgjithësi që ka ndodhur në vitet kur unë s'kam qenë aty, po e theksoj edhe një herë. Çka është e rëndësishme? Sot, informata të gjitha të fundit në teren, të gjitha spitalet rajonale dhe QKUK-ja, klinika nefrologjisë, shërbimi hemodializës, është furnizuar me të materialet e nevojshme që ky shërbim mjetik për pacientët tanë të vazhdojnë normalisht. Saranda ka dhe një pyetje shtesë. Çështja është që te ligji për konflikt të interesit janë dy lloj konflikti të interesit. Është shumë e rëndësishme edhe konflikti të interesit në dukje. Ndonjëherë për shkaqe rrethanore ose faktike nuk mund të sigurohet, po zyrtarët publik duhet të bëjnë përpjekje që ta shmangun edhe konfliktin në dukje që të mos krijohet mosbesim të publiku që një zyrtar nuk mundet me kry përgjegjësitë e veta për shkak të një animi. Dhe secili nen që i parashë këto të paktën parashë afat kohor kalimtar 2 vjeçar. Në licencën që kam këtu të kompanisë me 30 nëntor është licencuar në emër të teknikës e cila punon edhe ka qenë zyrtare për pranim të mallit. 30 nëntor 2023. Pra, ende nuk janë bërë 2 vjet, ende nuk ka kalua fati. Nga koha e licencimit, jo nga koha e tërheqjes. Nga koha e licencimit. Janë 2 vjet. Nuk e di kur është tërheq. Mund të flasim sepse edhe farmacistja përgjigjet se ndërlidhet me një konflikt të interesit të asaj kompanie me zyren e drejtorit Azizi ose me rrethin e zotit Azizi. Andaj për mua unë do të thotë në momentin që sheh emrin, unë nuk e di a ka përgjegjësi ajo zyrtarja në fjalë, po në momentin kur e sheh licencën e asaj kompanie që do ta fitoj të nderin emergjent, e cila është e dyta në radhë me prit si ti anullohet kontrata kompanisë parë, sigurisht që krijon dyshim. Dhe një pyetje për zonjën Mehaj, do thotë ju jeni në Prag, sa kanë shkruar me një kongres, 2 pyetje të ndërlidhura. Kush i ka paguar shpenzimet për Prag dhe pyetja tjetër është që në këtë krizë kaq të madhe, nuk është shumë çesharake, po më vjen mirë që je në disponim. Në këtë krizë kaq të madhe, a e keni konsideruar si të arsyeshme si drejtoresh e banatorës qendrore, të i di që jeni tu përballë me probleme në furnizim, më shku me një kongres? Mas pari nuk është kongres. Këtu jam me ftesë të Asociacionit Evropian të Farmacistëve Spitalor dhe është një workshop ka marrë mram vonë në Prag, pasi që i kam kryer detyrat e mia për inicim të procedurës emergjente tenderuese dhe aty përfundon obligimi im. Si drejtoresh e banatorës qendrore, unë nuk marr pjesë në zyrën e prokurimit për të shpallë të nder ose për të vlerësuar të nder, dhe puna ime ka mbaruar aty. Ka qenë një ftesë shumë më herët dhe shpenzimet që është shumë e rëndësishme për atë qesha shumë, për herë të parë në qendrën klinikë universitare ose në shërbimin spitalor klinik universitar është dhënë një buxhet për edukimin e vazhdueshëm profesional. Dhe shpenzimet për të mrik në këtë konferencë dhe në këtë seminar shumë të rëndësishëm, workshop gjithashtu, i ka paguar Qendra Klinike Universitare e Kosovës, domethënë me buxhetin i cili është ndan nga thesari i Republikës së Kosovës, ato mundeni me verifikuar çdo kohë. Po, prej farmacistëve klinik, se ju nëse nuk gaboj nuk jeni farmaciste klinike, apo jo? Se keni specializimin. Ju nuk jeni farmaciste klinike, nëse nuk gabohem, se ju s'keni punu. Unë jam farmaciste spitalore. Farmaciste spitalore, ju s'keni punu në shësë. Se nuk jeni e fushës farmacist për më na prediku se çka është farmacisti klinik dhe spitalor. Unë jam ekspert në kësaj fushë. Farmacisti spitalor nuk ka të bëjë kur gjë me farmacistin klinik. Unë jam këtu në detyrën menaxheriale të cilën. Po ju nuk jeni farmaciste spitalore, ju jeni drejtoresh. Ju jeni menaxhere, se jeni farmaciste spitalore. E asociacionit të farmacistëve evropian spitalor. Nuk keni punu farmaciste spitalore. Ju keni ardhë si drejtoresh, pa qenë farmaciste spitalore, vish me për korrektësi. Çka ka të bëjë? Çka ka të bëjë? Faleminderit për konfirmim. Drejtoresh.